Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përsëri do të ndalemi tek foljet në slovenisht. Do t'i marrim 6 folje në gjuhën slovene. Përkatësisht në këtë video do t'i mësojmë 7 folje, sepse në videon e kaluar pa dashje e kam shkëputur edhe foljen vi. Prandaj tani do t'a mësojmë edhe foljen vi dhe do t'a marrim një shembull në lidhje me këtë folje. Do të mësojmë se si të themi në gjuhën slovene flas, ushtroj, ndaloj, filloj, harroj dhe lus. Të gjitha këto folje do të jenë me shembuj. Folja vi në slovenisht thuhet priti. Pra folje e shkruar kështu në fjalor ende e pasgjedhuar, pastaj kur të zgjedhohet kur të bëhet zgjedhimi i saj nëpër veta e shohim ndryshimin, ashtu siç them gjithmonë. Priti është folje që shkruhet në fjalor. Kur vjen veta e dytë numri njëjes, kdaj pridesh, nesër, jutri. Kdaj pridesh, jutri. Vazhdojmë me foljet të tjera. Flas në slovenisht thuhet govoriti. Govoriti. Ne flasim shqip. Veta e parë numri njëjes, veta e parë numri shumës, ne flasim. Mi govorimo. Mi govorimo albansko. Ne flasim shqip. Ai flet slovenisht. Ai, veta e tretë numri njëjes. Ai, on govori slovensko. Mi govorimo albansko. On govori slovensko. Ushtroj, telovaditi, ushtroj në kuptimin bëj palestër ose bëj ushtrime fizike. Apo ushtron? Jo, nuk po ushtroj, por po pastroj. Hamendësoj, nuk i di a e kam shkruar në mënyrë të saktë këtë fjali, apo uштron, mbase thuhet a ushtron, jo, nuk ushtroj, por pastroj. Unë mendoj që më saktë është ta shkruajmë kështu apo ushtron, sepse po pyesim për momentin. Mbase kemi ndonjë gjuhëtar i cili e din sakt dhe bukur gjuhën shqipe dhe mund të më lini një koment se a kam shkruar drejt këtë fjali. Pra, a është sakt apo ushtron, apo a ushtron. Kemi bërë edhe ne disa ndryshime në gjuhën shqipe, prandaj është pak vështirë. Në slovenisht thuhet a te lovadish, veta e dytë, numri njëjes ti. A te lovadish, ne te lovadim, ampak pospravljam. A te lovadish, ne te lovadim, ampak pospravljam. Vazhdojmë me foljet e tjera. Ndaloj në slovenisht thuhet nehati. Kur ndalon së punuari, ose në fakt, kur ndalon të punosh, në gjysmë 4. Kdaj nehash delati, ob pol shtiri. Kdaj nehash delati, ob pol shtiri. Filloj, začeti apo začetise. Në vazhdim do të shohim dalimin në mes të foljes začeti dhe začetise. Përmes shembujve do të mësojmë dalimin.
Kur fillon përsëri të punosh? Të mërkurën. Gdaj zaczniesz spet delati? U sredo. Gdaj zaczniesz spet delati? U sredo. Tani, siç po shikoni, po i drejtohemi një individi ose një personi. Prandaj tani në këtë rast përdoret folja zaçeti. Zaçeti përdoret për diçka subjektive, për frymor, ndërsa folja zaçetise përdoret në mënyrë objektive, për diçka jo frymore. Në këtë rast po pyesim për koncertin, për diçka objektive. Dhe përdoret zaçetise. Pra mos e harroni. Zaçeti përdoret për subjekt, ndërsa zaçetise për objekt. Kur filloi koncerti? Gdaj se zaçeu koncert? Përdorim foljen zaçetise, tani në këtë rast është koha e shkuar. Po flasim për kohën e shkuar, për një ndodhi që ka ndodhur në të kaluarën. Kur filloi koncerti? Gdaj se zaçeu koncert? Do të duhej të fillonte në 8, por filloi në gjysmë 9. Najbise ob 8, ampak se je ob pol 9. Kjo është mënyra e shkurt e fjalisë, trajta e shkurt. Ose mund të themi në trajtën e gjatë. Najbise e zaçeu ob 8, ampak se e zaçeu ob pol 9. Harroj, në slovenisht thuhet pozabiti. Pozabiti. Kam harruar këtë fjalë. Edhe këtu po flasim për kohën e shkuar. Pozabiu sam to besedo. Pozabiu sam to besedo. Ndërsa në gjinin femrore bën pozabila sam to besedo. Pozabiu sam to besedo. Gjinia mashkullore, pozabila sam to besedo. Kam harruar këtë fjalë. Lus, prositi. A mund të lus diçka? Po, natyrisht. A të lahko nekaj prosim? Ja, i tak. A të lahko nekaj prosim? Ja, i tak. Kaq për sot, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ne miru dëgjofshim. Mirëmbëjtje.